Protesta qytetare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama kanë vijuar edhe këtë të hënë duke shënuar ditën e 86 të mobilizimit. Qytetarët janë mbledhur në shoqërinë Skënderbej, prej nga kanë nisur marshimin përgjatë bulevardit në drejtim të kryeministrisë. Marshimi është shoqëruar me thirrje kundër qeverisë dhe kërkesat për largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra. Pas mbërritjes përpara godinës së kryeministrisë, protestuesit kanë mbajtur fjalime ku kanë shprehur pak kënaqësinë e tyre ndaj politikave të qeverisë dhe situatës politike në vend. Kërkesa kryesore e protestuesve ka vijuar të jetë dorëheqja e Edi Ramës. Në platformën e tyre është përfshirë edhe kërkesa për krijimin e një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor, e cila do të kishte si detyrë përgatitjen e vendit për zgjedhjet e ardhshme. Protestuesit kanë kërkuar gjithashtu shfuqizimin e disa nismave ligjore, të cilat sipas tyre cënojnë interesat e qytetarëve shqiptar. Organizatorët kanë deklaruar se protesta do të vijojë edhe në ditët e ardhshme dhe nuk do të ketë tërheqje nga qëndrimet e tyre deri në plotësimin e kërkesave të parashtruara. Pas 86 ditësh protestë, qytetarët vijojnë të kërkojnë ndryshimin e kursit politik në vend, ndërsa përballë tyre qeveria nuk ka dhënë sinjale për ndryshimin e qëndrimit të saj.